Nenad Rashković, qytetar serb nga fshati Dren i komunës së Zubin Potokut, ka pretenduar se është rrahur nga pjesëtarë të policisë së Kosovës gjatë bastisjes në këtë fshat, teksa sipas tij policia ka bastisur shtëpinë e tij dhe më pas e ka marrë atë, e ka dërguar në një mal, e kanë lidhur për një lisi dhe e kanë rrahur. Për të gjitha këto pretendime, Inspektorati i Policisë së Kosovës tashmë ka filluar një hetim. I oni su otišli. Danas su došli. I kad su stigli sad taj džip pred kuću, gdje je oružje? Gdje ti je oružje? Ja nemam oružje. Onaj me ščepao, uzeo drvo, ščepao i ubacio me u kuću. I to kod pesnice po stomaku i onom drvetom po glavi i po leđima. I izbacili iz kuće. I tražili su pušku. Ja sam rekao, nema, ja nemam, stvarno nemam. I rekli su u roku do 5 sati dolazio ponovo kod tebe za oružje. Ja sam sedio kod kuće. Oni su stigli. I si donio pušku, ja nemam pušku. Opet u turbini. Sin je došao i plače, donesi pušku. Ja nemam pušku, sinko, gdje ne vam pušku. Otale stavili lisice na ruke i odveli mu šumu. Tu me obalili. Repetirao pištolj. Oseko crevo od vode, ono coliko. Vezali me za bupulj i tu su me tukli. I krpu mi stavili na usta. To će da spaš noćas. I oni su posle otišli, donekle su otišli i opet se vratili. Makli mi krpu, makli lisice, ubacili mu džip do naslova. Od moje kuće kilometra. Tu me pušti. I rekli sutra dolazi u puteja. Hetues të Inspektoratit Policor të Kosovës kanë intervistuar në spital Nenad Rashkovicin në lidhje me pretendimet e tij. Intervistimi pra është hyrë në hapësira të spitalit. Ndërkohë, Policia e Kosovës ka konfirmuar bastisjet në fshatin Dren të komunës së Zubin Potokut, duke theksuar faktin se është bastisur edhe shtëpia e Nenad Rashkovicit dhe këto bastisje janë kryer pra pas informacioneve që ka pranuar Policia e Kosovës në lidhje me posedimin e armëve. Mirëpo sipas policisë, ata nuk janë në dieni se është ushtruar dhunë ndaj personave pra në këtë fshat. Atëherë fillimisht a mundin me na konfirmu nëse pjesëtarë të policisë së Kosovës kanë qenë mbrëm në fshatin Dren të Zubin Potokut dhe cila pra ka qenë arsyeja e prezencës së policisë atje. Atë që mund të deklarojmë ne se policia në bazë të disa informacione që kemi bërë disa kontrolla në atë pjesë, kështu që për shkak të specifikacionit ose ngjeshmërisë së rastit, aktualisht nuk mund të deklarojmë se çka është gjetë apo tek është gjetë atje. Mirë po sido që tjetë, ne nuk i neglizhojmë informacionet, ato informacionet që i pranojmë nga qytetarët, ne do të realizojmë. Në lidhje me pretendimet se ndaj një personi, një qytetari serb është ushtruar dhunë nga pjesëtarët e policisë së Kosovës, çka din Policia e Kosovës? Në fakt, sa i përket pretendimeve të personit që është rrahur apo kështë trajtuar nga policia, ne nuk e kemi atë informacion si Policia e Kosovës, megjithatë në mbrëmje rreth orës 21 kemi pranuar një informacion se një person është në spital dhe ka kërkuar ndihmë mjekësore. Megjithatë policia më njëherë është përgjigjur thirrjes, kemi verifikuar dhe pas pretendimeve që kanë dalë edhe në rrjetet sociale që gjëja është kështë trajtuar nga policia është e obliguar më njëherë të thret
inspektoratin policor dhe të njëjtit janë inkuadruar më njerë në rast janë përgjigjur thirrjes dhe nga tash tutje nga mbrëm në realitet janë përgjes për rastin inspektoratit policor i Kosovës. A mund ta konfirmoni se bastisja pra është bërë me bashkëpunim me Prokurorinë Themelore të Mitrovicës dhe ajo ndjekur pra të gjitha procedurat? Po sigurisht se policia i ndjek gjitha procedurat dhe vazhdimisht jemi në koordinim me prokurorin e shtetit. Pretendimet e Nenad Rashkovicit është duke i trajtuar edhe Prokuroria Themelore në Mitrovicë. Ndërkohë, Zlatan Elek, kryetari i listës serbe i cili është edhe drejtori i qendrës klinike spitalore në Mitrovicën e Veriut, në një konferencë për media, njoftoi se Rashkovic është dërguar për trajtim në qendrën klinike emergjente në Beograd për shkak të, siç tha ai, gjendjes së paqëndrueshme dhe seriozitetit të lëndimeve. Ndërkohë, organizatat e shoqërisë civile i kanë bërë thirrje Brukselit ta vlerësojnë efektivitetin e monitorimit të policisë së Kosovës nga EULEX-i.